Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pas dite në Dita Menej, si gjithmonë në DTV Media. E sot do diskutojmë rreth një rrugtimi shumë gjatë jetësor, me plot sakrifica, sfida dhe suksese, pikrisht me zotri Ramiz Tafila, i cili është një mërgjimtar që ka kontribuar shumë për çështje kombëtare, po ashtu do të na tregoj gjitha ato detajet, pra të vogla, si ka qenë rrugtimi në Amerikë, kthimi, shkuarja në Shqipëri dhe gjitha ato detaje tjera, sot e kemi ndirë në takimin sot në studio. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se kemi gjetë, ju përshëndesim juve dhe gjithë ata shikues të juaj dhe Kosovën përgjithësi, sepse në Kosovë ne jemi pak më të lirë, ma njeriu në shtëpi vet më. Kur dhe në çfarë rrethonash keni migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse shumë njerëz që kanë pas arsye politike dhe ekonomike me shku, unë përkundrazi kam pas një arsye krejt tjetër, sepse në atë kohë isha student në Zagreb dhe gjatë studimeve të mia në Zagreb e kam njoftë gruan teme Dianën, me cilën i mëran dashni dhe unë kam shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dashni më shumë se sa për këto tjera, sepse ende nuk e kisha përvuar çështjen e punësimit dhe ishim si student dhe si student në është një jetë pak më avanturiste, kështu më thonë. A mu pas ka qenë një love story, kështu si në për libra? Love story sikur si në për libra. Bile ka qenë një befasi edhe për Dianën, sepse nuk i pa ta tregua sa i si po vedhe, kështu se jem shku në vitin 1974, në muajin mars, dhe peja të rimi bashkë, kemi të ashtet 53 vjetë martes. Pra ndë kujtoni atë të temë si ditën e djeshme? Absolutisht, sidomos tash kohët fundit, sepse mi ka e bojmë një liber, se gjatë 8 mujve që kemi qenë të ndam njëni me tjetrin, Diana mi ka shkrua për afërsisht 300 letra, unë ju kom përgjegjë me 80, sepse mërë ka kote i së mvishën letrat për Dianës, dhe unë i përmbledhësha mranda një javje që isha një letër ose 2, dhe kështu që e kemi një korespondencë shumë të ngjeshme dhe kemi përshkru një jetë të hershme që besoj është një udhërëfimi për trit cilë dashnohen, sepse dashnia në distancë është pak më e vështirë, po është edhe ma, si më thonë, ma tërhekse, ma mirë, sepse është një dashni që ti imagjinon dhe imagjinimi është ashtu sikur se ti je shef, dhe jo sikur se është faktike, po ma vonë kuptova se ajo ka qenë një dashnie sinqertë, dashnie mirë, se mbi të gjitha me qenë gruaja Ramiz Tafilajt është pak e vështirë, sepse unë ende kam një traditë vjetër Dugagjinit atje ku jemi rrit me prind të vjetër, po Diana i ka përmbush gjitha kërkesat e mia. E përmendëm që ka qenë më vështirë atëherë dhe sidomos lidhjet në distancë, shohim se atëherë me letra, pra gjithçka goxha është dashur me sakrifiku, pra është dashur me mundu dhe ajo është pikërisht dashuria, mundimet që marrim për njëri tjetrin dhe se çka po mrim dhe po lulëzojmë, pra po shohim që keni shumë vite martesë bashkë. Po, e vërtet kjo, ditët e para, me qenë se ajo nuk e folte gjuhën shqipe, pas gjuhën kroate, në cilën gjuhën edhe studiesha, na bisedojshim në përmes të fjalorit. Tash është shumë edhe ma letë edhe me bisedojnë në për Google Translate, po atër këshim një fjallor të vogël e majshim gjepë dhe te i sa i gjojshim fjallë për mja thonë një tjetët, po shumë shpejt ajo përvetsoj gjuhën, sepse i studion të edhe gjuhët, ndërsa unë qaloj në studimin e gjuhëve, po e gjetëm një gjuhë përbashkë dhe gjuha dashnisë është mbi të gjitha një gjuhë që në krejt botën është e njëjtë parafërsisht. Po, është universale. Absolutisht. Tashmë, ndoshta edhe me zhvillimin e teknologjisë edhe lidhjet në distancë kanë dallime, pra sepse mundemi me qenë kontakt, po ashtu edhe njohja e gjuhës, tashmë për shembull gjuha angleze është një gjuhë botërore që shumica sidomos e trive e din gjuhën, e kanë përvetësuar. Sidomos në Kosovë e folën gjithë pothuajse gjuhën angleze. Popullata, njerëz të Kosovës, shqiptarët përgjithësi janë njerëz që shumë shpejt i adaptojnë gjuhët, sidomos gjuhën angleze, sepse kanë edhe një dashni kështu ndaj vetë popullit anglez dhe amerikanëve. Dhe e shoh tash edhe në takime kur shkojmë edhe nëse nuk e njeh një gjuhë, mundesh me përdor chat GPT, ti fol në gjuhën tonë dhe ajo
përkthen tamam sikur se më kon të i folti në gjuhë të kujt tjetër. Po, pra edhe më përveçuar se sa më përkthy diçka për shembull Google Translate që ta përkthen në mënyrë bukfalisht dhe dush me rendit pak a shumë fjalë që bën edhe renditje. Absolutisht. Gjithçka tashmë është bërë edhe më e lehtë dhe mundësit për rinin tonë Kosovë, po e shohim që në fakt po e shfrytëzojnë, sepse edhe ju e përmendët në fillim tashmë që po e shihni rinin e Kosovës, duke punu, duke studiu, po gëzoheni. Me të thënë drejtën, shpresat më të mëdha e kemi në rinin e Kosovës, dhe unë e kam si mision sponsorizimin dhe ndihmën e trive të Kosovës në përgjithësi, edhe bashkë për këtë arsye dhe jam dekoruar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i thonë Lifetime Achievement Award, sepse kam ndihmuar në shkollimin e rinisë, por rinia është shpresa e Kosovës. Në atë vjetët kemi pru Kosovën te i këtu, dhe tash duhet që ta lojmë rinien të udhëheq pak a shumë me Kosovën, sepse kur të shofish se si përzhvillohet e gjithë rrethanat në botë, në çdo pore të në çfarë do sistemi të lypish në botë e ke nga një shqiptar. Edhe në ChatGPT për shembull keni vajzë mrekullueshme shqiptare që ka marrë pjesë në zhvillimin apo në programimin e këtij projekti. Kështu që tritë e Kosovës, të Shqipënisë, pa dallim janë ata që na kanë qitë në pa si popull me vërtetë të larta. Po, sidomos edhe tek arenat e sportit, muzikës, e shohim që ndërkombëtarisht njihemi me figurat ndryshme publike që na bëjnë krenar. Absolutisht. Edhe përpara ne kemi pas njerëz të mëdhaj që na kanë bërë njoftën, për shembull Bekim Fehmiu, ai është ndoshta një ndër artistët e parë shqiptar që ka luajtur role të rëndësishme të filmave të rëndësishëm në Hollywood dhe ka mujt me vazhdu me luajt, po Bekimin për sa di unë e kom njoh për afërsisht mirë e kom njoh Bekimin, po Bekimi nuk ka pranuar mi ndryshu emrin, sepse në Hollywood, po dhe në Jugosllavinë atëhershme do ishin më ndryshu emrin ka një gërmë aty, po ai nuk deshte të ndryshoj dhe mbeti ashtu si ishte Bekim Fehmiu, i cili na boni krenar. Tash na shumë pak folim për Bekimin, po si për çudi serbë që nuk i takon serbëve, folin shumë duke mundu ta përvetsojnë Bekimin. Kështu që na si popull, edhe pse kemi qenë shtypën nga një cenzurë serboslave apo nga një cenzurë edhe andaj kufinit në Shqipëri nga një cenzurë komuniste, kemi zhvilluar shumë shpejt e kemi zhvilluar një tempo të zhvillimit kulturor, artistik apo edhe politik në kopse marim që sot qëndron. Doja të ktheja edhe pak te koha kur ishte student, sa ka qenë e vështirë integrimi në një shoqëri totalisht ndryshe, kontinent tjetër. Atëherë ka qenë shumë vështirë sepse çdo gjë u kontrollonte nga një sistem. Dhe gazetarët atëherë, në krahasim me gazetarët tash, kanë nëpërmes rreshtave ka qenë dashur për me tregu se mendimin se çka po dojnë me thonë. Në kohën e ish Jugosllavisë, gazetaria ishte e centralizuar. Për shembull, Tan Jugut ta caktoi këtë temën cilën ti do ta përpunojsh dhe do të vazhdojsh të punojsh brenda asaj teme, kështu që tash gazetarët që në atë kohë punojshin u dushin me marrë atë temë dhe në mënyrë tërthorazi për me zhvillu temën, po edhe me tregu lexuesit si ndoshta ajo nuk është e vërteta mund të më qenë kjo. Për shembull, është një shembull shumë konkret. Në atë kohë një gazetar i vjetër Osman Gashi ka pas emrin nga fshati Ramull i komunës Pejs, e ka marrë rilindjen e shku në fshat atje dhe tu e lexu rilindjen, ai baba i vet i ka thonë, Omar Birë, lehet gazetë se mu ki bos. Ai ka mendu, plak i ka mendu si veç serbë të pas kanë gazetat e mujnë me lexu. Ky thot, jo, thot babë, edhe gazetat janë edhe në shkume në gjurën shqipe, se veç ka fillu në vitet 70-ta, pa ka shumë u zhvillu kjo. Edhe ky plak i thot, shqip është gazeta, po e merraja e këqyr gazetën e kthen mrapa para kështu. Edhe i thot djalit vetë, po më çudit pas ka edhe slova shqip.
slova, dhe më thonë Germa, pas ka dhe Germa Shqip. Osmani e bën një artikull të shkëlqyshëm rreth qasaj bisede, edhe me qatë shkrim, rilindja atëre ka marrë çmimin Avnoj. Do më thonë, edhe ka shkrua artikull me cilin i ka dëshmue botë se na kemi qenë shtypëm, s'kemi qenë shkollum, po edhe i ka thonë se jemi në zhvillim e sipër, kështu që në atë kohë rilindja ka e patë marrë në çmim shumë të lartë, edhe tash nuk larg asaj rinia tash gazetarët e sodit janë shkëlqyshëm, janë më të lirë me i bë pyetjet, edhe na duhet me qenë më të afërt me gazetarët tash që me mujt me bisedu më përafërsisht. Cili ka qenë kontributi juaj për Kosovën dhe shtetëformimin e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikur sa thashë, në përta shku për dashni. Me qenë se shkova nga Universiteti Zagrebit dhe atje fillova studimet për me ndryshu landën për cilën në studiesha dhe kalova në inxhinierin kompjuterik. 5 vjetë e para nuk kom po asë në shqiptarë në Houston, isha vetëm, dhe deshta, unë desh mu kyç pak a shumë në jetën e përditshme të amerikane, qytetare. Dhe gradualisht ja arrita që të bona antari odës ekonomike të antari bordit, nga antari bordit të bona dhe kryetari odës ekonomike ndërkombëtare për Houstonin, prej aty mas në ju bona antari bordit të qendrës medicinale më të madhe që është në lirëshme me thonë edhe në botë, qendra medicinale Teksasit, dhe në përmes këtyne pozitave, unë e pata mundësin mu taku dhe mu njeftu me plot senator, kongresmen dhe prezident. Aty fillu qenë nga Jimmy Carter tek këtejtu Donald Trump i tash, dhe sikur se çdo shqiptar që kishte një smundje të veçantë Kosovën, në çdo bisedë na dëshim me bisedu për Kosovën, me ja tregu hallet tona, dhe kjo ishin të hapat e parë që unë fillova me njoftu botën politike ose politik bërësit Amerikan, se po qëndron situata në Kosovë. A ka qenë vështirë me po nga larg, goxha larg, që çka po ndodh në Kosovë? Ka qenë vështirë sidomos sepse Jugosllavia atëhershme ka qenë e përgdhelme. Ndërsa Kosova për një kohë ka qenë edhe temë tabu për mu diskutu në qarqet amerikane. Mu më kujtojtë shumë mirë një bisedë që kum pas me George Bushin e vjetër, i cili në atë kohë ishte nën kryetari Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ja dhash një qëndrim timin dhe një vizion timin se çka mundet me ndodhë me Jugosllavinë, në kohë se Amerika nuk ndërhyn, dhe prit Shangaj që do të më përkra mendimin tam, pa i më thotë, ti tha, je emocionalisht i lidhur me Kosovën, kjo nuk është e mundshme, nuk e besoj se do të zhvillohet ashtu që është, se unë i thash, pej fillimit se ajo do të coptohet, nuk do të ekziston më, do të ndahen disa shtete, po do të ketë edhe luftra shumë të përgjakura. Ishte vështirë nështë në vitet 80, apo folit 83, 84, 85, ishte shumë vështirë me pranu një gjatë të tillë, po ma vonë George Bush i vjetër e kuptoj se unë kisha pas drejt, dhe s'po thëmë se unë e binda ato për me vinë e kuqe, kur tha kjo është vija kuqe dhe Serbia nuk bën marrë në Kosovë, po me siguri, edhe ajo ka pas një rol të vetin. Po, pa tjetër, një efekt një efekt pozitiv, prandaj. A është dashur domosdoshmërisht shqiptarët në mërgat jashtë vendit të organizohen për mendimin në Kosovën? A ka qenë kështu si një detyrim që e keni ndje nga shpirti? Shë që na, mërgjimtarët të marë parasysh edhe Shtetet e Bashkuara, po edhe Evropën, na kemi qenë në një luftë me vetë vetën, sepse shumica prej nesh mendonte dhe shpresonte se Shqipënia është shpetimtari. Atje ishte një sistem komunist që Perëndimi nuk e donte. Një pjesë tjetër shpresonte dhe mendonte se duke u zhvilluar na mrenda për mrenda mundëm mbas ne vetë për me gjetë rrugën tonë, dhe kanë qenë përqarje dhe ndarje të thella mrenda diasporës. Mirë po të ju falenderua disa njerëzve, sikur se është Joseph Diogardi, Gjo Diogardi, dhe mas në Gjim Gjema që shumë pak folet për Gjim Gjemen,
na u kanalizum pak a shumë në një proces lobimi, i cili veç kish marrë formën në një lobimi drejt dhe fillum të i qitë gjanat në pa. Rilindja, Radio Televizioni Prishtinës, atëherë tash Radio Televizioni Kosovës, kanë luajtur shumë role pozitive në drejtim, sepse shpesh kemi marrë materiale nga televizioni, nëpërmes njerëzve që i njefshim gazetarëve të atëhershëm, dhe i qojshim State Department që ata me pa një zhvillim sa është pozitiv apo negativ, po natyrisht kuptohet çdo gjë deri në vitet, prej viteve të 80-ta e kënej, veç ka fillu më shku negativ, dhe ajo qoj tek tejtu procesi ku na dhe u duh me në shenjë revolti mu ngrit dhe ma në fund mu pavarësu. E shohim që tashmë kur e kujtojmë shumë vite pas, kjo periudhë duket si diçka që ndoshta është dashur me para ndjej, por gjithmonë ndoshta ka qenë ajo ndjenja, ju e përmendët edhe parashikimin tuaj se si ka mu coptu pra Jugoslavia dhe tashmë që riktheheni pas në memorie. Po tash në kohë se më lejo ta marr një shembull në vitin 87, unë e mora një material shumë inkriminues për Jugosllavinë, nga disa gazetarë këtu në Prishtinë, dhe atë material ja dërgova Shtetit Departamentit, për cilën në shpresova shumë se do të gëzohen me atë që ka shinë edhe do të jenë shumë më aktiv. Përkundrazi ata më thanë, shumë mirë, materiali është i shkëlqyshëm, nuk i kemi ditë këto gjëra, probleme kemi Shqipninë. Tash po si mund është me konë problem Shqipnia, ata nuk përna vrasi, nuk përna rejnë, probleme kemi, a i mu drejtu shumë njërë eksplicite, kështu tha, nëse e dëni një Kosovë të lirë, pa më varë në dikur, tha duhet ju që me ndërhy me bëtë çka është e mundshme për me e demokratizu Shqipnin. Për mua, një 3 vjetë, kom mëndua është e mundshme ajo apo nuk është, jam marrë të një përfundim, dhe unë në vitin 90-91 veç kom shku në Shqipni dhe ndoshta jam ndër ata të parë që ka marrë pjesë në demokratizimin dhe rrëzimin e sistemit komunist në Shqipni, me qenë se kjo është edhe pak a shumë program marrë këtu edhe i përkrani edhe Jurinin e i afërmon Jurinin, në atë kohën e hapa një disko klub, ka qenë edhe disko klubi parë shqiptar në Shqipni, disko klub Albania, formova dhe një grup muzikor, ata patën formu vetën, fillim u thirke Albatrost, unë jam ndryshova emrin e thash Thunderway, dhe nga i grupi Thunderway, sot i ki disa këngëtar tepër të njoftë në Shqipni, dhe ka qenë një ndër grupet e para me flokë gjata, me bile kur delsha me ta në rrugë, nga 2 vjetit kisha dhe kritika, kjo është ai që merë këta të rritë shie me flokë, ku me di që ka bojnë këta kështu. Mirë po, këto ishin hapat e thymjes se një sistemi komunist i cili për Shqipni ishte, edhin Shqipnia dhe në Zot nuk besoj kënë atë kohë. Dhe si katalizator i përshpëtimit, sepse sistemin e ka rëzu vetë rinia në Shqipni. Na veç e kemi ndimu, kemi qenë një lloj katalizatori, po si një katalizator i përshpëtimit të kësajna, të këti procesi, unë kom pas edhe spektaklin e parë shqiptar, 12 vallëzime pane të shtunë, Vera Garbocka ka qenë regjisore, ka bo një punë të shkëlqyshme, e kemi qujtë 12 vallëzime pane të shtune, sepse ishin 12 javë dhe për çdo të shtune kishim nga një emision, ndërsa shtunja fundit, ishte shtunja që u zgjatë ke Valltarja, apo njeriu që pat performancën më të madhe. Sikur si të pyet në dikon në Shqipni, sot gjithë e majnë mand këtë 12 vallëzime pane të shtune, edhe kur ju thëmë dikuj se jemi konë na, që ditën, se tash në shojnë pak më të vjetë, si mund, po ka qenë ndër spektaklet më të mirë, më të gazetari që e ka udheq atë spektakull, ma vonë ka ardhë në Kosovë dhe ka qenë drejtori Radio Televizionit Kosovës, Adi Krasta. Ata kanë qenë edhe hapet e parti si gazetar. Përveç këti spektakli,
kemi sjellë edhe grupe nga Kosova, është një spektakël, një mramje që ja kemi dhënë titullin Një mramje vonuar, ku i kemi mbledh gjithë artistët e krejt bote shqiptarë, pa marrë parasysh cilë territor shqiptar i kanë taku ata, dhe kemi majtë një javë, ka qenë java kulturës kosovare në Shqipni, dhe ditën e fundit kemi pasë dhe spektaklin e fundit, ku kanë marrë pjesë gjithë këta artistë ndryshëm nga Kosova, ka pas plot këngëtarë që kanë marrë pjesë, artistë, regjisor, lloj-llojshëm, dhe kështu që këto kanë qenë edhe si më thonë, veprimtaria ime, sepse unë edhe atëherë besojsha edhe sot besoj se rinia mundet me ndryshu sistemin, ndërsa në atë vjetët e kemi shumë më të vështirë. Në me vërtetë e kemi pas që këto e kanë pas ndikimin e vetë, dhe duke marrë parasysh edhe rrethonat se kanë qenë më përpara, ka qenë goxha më vështirë me organizu këto. Shumë mirë ka qenë organizum. Vera Grabocka ka pas një traditë, sepse ajo ka bërë dhe emisionet e komunizmit më herët, ajo ka pas traditën se si, dhe ajo Vera është edhe gruaja një artisti të famshëm shqiptar, Timo Flokut, kështu që i kishte gjitha mundësit, ajo i kishte për me bërë një emision shumë të mirë. Gjatë këti emisioni, gjatë kësaj veprimtarie, e kuptova se në Shqipni sporti pas ka qenë, sidomos boksi, pas ka qenë ndalum, sepse boksi i ka pengue në verit komunizmit, dhe une e formova klubin e parë të boksit në Tiranë, klubin Disco Klub Albania, klubin Albania, po tash në vduk edhe një klub tjetër për më mujtë më rreh me dikon në, dhe e formum edhe klubin Shkodra, ju sjellëm gjitha ato mjetet që për më mujtë me zhvillu ata vetën si sportist, ju sjellëm, u zhvillun si bokser, edhe bokserët e kemi zgjedh me sy, shishim diko pak me zhvillu, që këj mundet më konë bokseri edhe këtë mirë në i trenum për disa javë, dhe në këtë ndeshjen e partë të boksit, ku unë shpresojsha se klubi Albania i Tiranës do të fitoj, na nuk fitum, sepse Shkodran të ishin më të fortë, dhe me një boks mi reke këta të mintë. Po, me gjithate, këtu thyë dhe akulli, dhe tash boksi e gjitha gjona tjere në zhvillume. Muzikën në Shqipni nuk më ishim me nëqizu, se s'kishte një studio ku mundet më nëqizu, për këtë grupin Thunderway imi shku në Macedoni e kemi nëqizu, edhe pse edhe Macedonia ishte e varfnë, po ato ishin mundësit. është albumi parë, sa u duh mja blet gjitha instrumentet, tash së më kujtojnë në emnet të gjitha të në artistëve që kanë qenë pjesë e këti, po me hinë YouTube ose në Google me lip Thunderway, mund është me gjithë mjaftë. Pra gjithë artistët dhe gjithë atë veprimtarinë që e kanë veprimtarinë e saj, po. Ndërsa për saj përket nevet si familje, në kohë se më lejot, unë e këm pas, jo unë, po gjithë në vllazënët e motat, e kemi pas si amanet edhe nga ana prindve, që në kohë se dëshirojmë ose mundëm financiarisht me ndihmu dikujna, du të ndihmojmë brezeve treja që të edukohen, shkollohen, dhe si rezultatën e kom pru shumë student në Amerikë me studiu, po ajo ishte një beneficion i dyfish, sepse ata i krishin studimet në universitete prestigjioze në Amerikë, por edhe fëmijët tonë, familja ime, ishte shumë e përafërt me studentët që vishin dhe pësojshin gjuhën, prandaj edhe këta fëmijët e mi gjithë e folin gjuhën Shqipe mirë. Dy djemët e mi janë të martum me vajzar këtu në Kosovë. Me besën e konë pak ma e komplikum me vajzën ti me besa, sepse kur ti e ki një vajzë të shkollume që e kishte doktoratin në atë kohë në Amerikë, e ki shumë shtirë me thonë shko në Kosovë rrini javë dhe dashunohë me dikon në martohë. Po, me besën ajo u martu me një Amerikan, cili është ushtarak, punon në Pentagon. Me të thonë drejten, fillimin, ndoshta dhe nuk e kom mendu
aq mirë, po tash jam shumë i kënaqur me atë. Besa i ka 3 fëmijë, e ka Lirën, Zanën edhe Lorikun. Ndikon atmosfera i shpirti shqiptar, shpirti ndikon edhe në familjen e Besës, edhe burri i saj ka filluar me mësu gjuhë, i mëson qytetisht shumë mirë bile. Edhe kështu me radhë, ndërsa djali i madh Besimi ka luajt basketbol këtu në Kosovë, ka luajt i ka pas disa peripetit basketbollit, sepse basketbolli hapat e parë në filmas lufte i ka pas edhe të vështira. Po, unë u detyrova ta formoj një klub timin personal të basketbollit, ka qenë basketbol klubi universiteti. Aty kanë luajt kryesisht 3 shqiptar. Besimi u dashunu me një vajzë këtu në Prishtinë, Iliriana Zhuta, dhe u martuan bashkë, tash kanë formuar edhe ata fëmijë, kanë 3 fëmijë, kanë Drinin, Verën edhe Ilirin. Janë të lumtur, 2 punojnë në banka, i majnë lidhjet shumë mirë me Kosovën. Kemi banesë edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe po mendoj në Shqipëni. Kështu që lidhjet... Kjo shumë e rëndësishme, lidhja që familja është ndërlidhur, sepse me të vërtet në Mërgat shohim gjuhë tjetër flitet, pra është shumë lehtë nëse një prind mundet me anashkalu ndoshta ata mos me fol gjuhën shqipe në shtëpi, sepse është më vështirë për fëmijën me mësu apo diçka e tillë, por prindrit që kanë shku në Mërgat, secili prej shqiptarëve, e ka bu një sakrificë, ka punu shumë dhe gjithmonë është mundus që me ndihmu edhe familjarët këto, po ashtu edhe familjet nevojë. Po është një fenomen i çuditshëm, se tash shoh këta trit, ku janë edhe burri edhe gruaja janë shqiptar, edhe shumicën e rasteve fëmija nuk i flasin shqip. Unë nuk jam zë për të madhe fëmijëve, sepse atje jeta është shumë e vështirë, jenë punë të në kohën, edhe shumë pak kohë kalon me familjen, mirë po më shumë jam zë për të madhe kur edhe vetë ju folin anglisht. Jo se nuk duhet me ditë anglisht, në larg asaj unë mendoj se anglishtja është një gjuhë botnore që gjithë ne duhet me ditë. Po gjuhën shqipe, me qenë se dhe jemi shqiptar, unë mendoj si është edhe një detyrim ndaj vetë kombit, që fëmijëve t'ja lojmë trashëgimi, përmes me i met bërgj djalit vogël Dorimit. Dorimi ka ardhur edhe ai këtë i ri, dhe ka ardhur si këngëtar hip music, si i thonë, ku kanë qenë ritmi rrugë, se këta me qëta ka punu Dorimi me këtë Membli Krasniqin, qëta kanë qenë ata të partë. Edhe mirë, po mu nuk më pëlqej ka ju muzikë, as pak, i thash Dorimit nuk e du këtë muzikë, rrisa dush, po dush më këthy në Amerikë, ndërkohë ju dashunu me një vajzë shkëlqyshme këtu në Prishtinë, me Ylka Canollin, u martun, ka ardhur në Amerikë, Ylka punon për United Airlines, është një farë menaxheri atje. Dorimi punon bashkë me mua, kemi një farë firme kështu të kemikaleve. I kanë 4 fëmijë, Dorimi ka më shumë se këta 2 kanë 4, i ka 4. E ka Dijen, që është një ndër studentët më të mirë, më të shkëlqyshme, dhe më thonë, ajo nuk ka pa ndonjëherë notë më pak se 100%. Dija është djali Noa, mas ne është Delvina edhe Andra. Kështu si edhe ata janë fëmijë të shkëlqyshëm. Dorimi dhe Besa jetojnë në Washington, ndërsa Besimi jeton në Houston aty afër meje. Jemi familje parafërsisht shumë e afërt njëna me tjetrën. Nuk e besoj si ka ndonjë ditë që nuk ndëgjohet dikush me dikon dhe me ditë se çka po ndodh. Me të vërtet lidhja familjare është ajo është shumë e madhe. Që të bën mundi si person, si lumturia formohet prej familjes, jo ndoshta prej ndonjë lëvizje kështu shumë të madhe, na ndodhi diçka, por ato interaksionet e vogla për çdo ditë, ato
e përforcojnë lumturinë që e kemi në shpirt dhe e kemi konstant një ndjenjë edhe të sigurisë, sepse kur e kemi familjen afër dhe na mbështet familja, këtë shohim që atëherë jemi në rregull si persona. Pajtona shumë. Unë isha tash këta të mitë, edhe vajzën, edhe djemë, se e ka një jetë krejt më ndryshë, jenë të barabartë, me burri, gruja, i rritin fëmijën bashkë. Gruja jeme ka pas shumë më vështirë, se unë nuk i kom ditë ato gjëra dhe nuk i kom bo, po kom pas fat që më ka përkrash shumë mirë. Fati kryesor ka qenë se gruja jeme ka qenë shumë e afërt me nanën time, edhe ajo ka ndiku që ajo ta mëson gjuhën shqipe, e fol gjuhën shqipe shumë mirë, bile pak kush ata që se njohin nuk e din që nuk është shqiptare, po e fol gjuhën Kosovës, Dugaxhinit, edhe këtë gjuhën shqipe të Shqipënisë pak a shumë ma, po e kupton. Për krajt e kum pas nga Diana, nuk e besoj si kisha mujt për me pas këtë rrugtim tjetësime për pa Dianën, ndërsa kontributeve tjera që pak a shumë nifen edhe në Kosovë, unë e kom specializu shumë mjek shqiptar në Houston, sepse ka qenë qendra medicinale ma madhe, Gazmend Shaqiri, një ndër mjek më të rëndësishëm të kirurgjisë vaskulare, ka specializu atje, ka qenë edhe atje kalon një emën të madhë, Faik Hima, Masargashi, Ilmi Dauti, tash plët, Rifat Latifi, cili ka qenë edhe ministër, ishtë në cilë këtu, gjithë këta kanë qenë pjesë e procesit studimeve të rive që i kom marrë nga Kosova për me studiu dhe më specializu atje. E kemi pas një marrëveshje me studentët që e krynë universitetin atje, po me detyrim duhesh të kthehesh në vendlindje. Me qenë se jetoj në Amerikë, nuk kom guxuar, po s'kom desht, po kufizu vetëm në Kosovës e në Shqipni, dhe jem përhap paka shumë edhe me vendet tjera, kom pas student nga Franca, nga Gjermania, nga shtetet Arape, nga Turqia, nga Egjipti, nga Rusia kom pas student, kështu se e kemi pa një jetë vendeve të ndryshme në përmes studentëve që kanë ardhë në Houston për të studiu, dhe sot ku do të shkojnë, në çfarë do shteti që të shkojnë në botë, është e pamundshme mes me pas një student që ka kalu në përdurët mje, sepse jenë këthy edhe në Afganistan, në Irak, ku s'ka pas kësi lloj studentësh. Kështu që unë mendoj e kom pas një jetë të lumtun, mendoj si kom kontribu për njerëzimin, mas shumëti për Kosovën dhe për viset shqiptare, po gjithsesi të ju falenderue prindve që na kanë dhënë drejtimin e kontributeve ku du të orientohemi, po edhe Dianës që me kënaqësi e ka përqafu këtë ide. Po ashtu, ju keni ndihmuar edhe shumë autor për me shtyp librat e tyre dhe mi promovu. Kjo pyetje shumë e mirë. Sikur se nështë atë se din si e shumë e re, po mas demonstratave të nishit, jeta vjen të u keqësu në Kosovë. Dhe shumë gazetarë, shumë shkrimtarë kishin të pamundshme ta thojnë mendimin e tyre të lirë. Dhe si ide e disa gazetarëve, ta thershëm si Avnis Pahiu, Mehmet Haziri, disa të vjetër që ishin, ma dhanë një ide që ndoshta ka qenë mirë sikur ta formojsha unë një shtëpi botuse diku jashtë, dhe nëpërmes asaj shtëpie botuse, ata fillimisht publikojnë gjana me pseudonim, sepse e rrezikojshin familjen. Këtu ma vonë mundëm edhe pse jo dhe në... Kështu që unë e pata hap një shtëpi botuse në Houston, Jalifat Publishing, që është mbi emrin i kthy mrapsht, Tafile, Jalifat, dhe fillum me këto botimet. Ma vonë erdhë koha kur u desht për me botu edhe historinë e drejtë shqiptare, sepse historia jonë nuk ishte historie vërtet
e para luftës dhe gjatë cenzurës komuniste, kështu që u mora me botimet e historisë, sidomos me shkrimet e Jusuf Buxhovit, mas në plot shkrimtar tjerë. Adem Lushaj nga Deçani ka dokumentu gjitha krimet që janë bën Deçan edhe në fshatrat për rreth Deçanit. Si përqudi librat Adem Lushajt, si përqudi jo, për fatbarësisht janë përkthyme në disa gjuhë. Mas ne kemi edhe doktorin e famshëm, doktor Salih Krasniqin, i cili ka dokumentu gjitha krimet e luftës që ka ndodhur në ÇKUK në qendrën universitare klinikës së Kosovës, dhe ai në librin e tij lexuesi apo studiuesi situatës mundet me pasë në atë kohë Serboslavia edhe fëmijët ju avë ke profesionin terrorist. Ki aty në librin e Salih Krasniqit, kur fëmija 7 vjeçar thot profesioni terrorist. Dhe më thonë, këto janë gjana që i kemi bëtu në përmes... Po, në fakt, doktorën e kemi pasë në studio, disa misione vërvara, ku e ka tregu dhe e ka shpalos këtë kohën, sa ka punuaj në ÇKUK, dhe me të vërtet ka tregu ato horroret, mundem me thonë, që kanë qenë dhe si ka qenë mi përjetu në fakt, dhe pikrisht e vrejmë këtë veçori tek personat që të kanë kalu këtë kohë, ka që vështirë në pjesën emocionale, mbetët, ndoshta emocionin brenda e ndjejmë shumë, por në fytyrë nuk na vrejet. Pra, është dashur me qenë ashtë fort, sa që tashmë nuk duket se na ndikon diçka, por gjatë viteve bëhemi kështu. Vim të kuptu. Për shembull, shumë pyetje drejtë, dhe që për me adhon peshën e kësaj pyetjes ju edhe më të madhe, pavarësisht Shqipnisë, i ka paraprije shoqata Vatra edhe gazeta Dielli. Ndërsa pavarësisht Kosovës, i ka paraprije Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK-ja, që ka qenë lëvizje gjithë popullore, tash është parti, po gjatë asaj periudhe ne kemi pas edhe gazeta tjera që e kanë dokumentu rilindjen, edhe gazeta ma vonë Bujki e zavendsoj rilindjen për arsye se na eliminun rilindjen si gazetë përditshme, po ndërkohë erdhi koha ku gjitha gazetat u shujtën. Nuk kish më se si të dokumentohen faktet historike të lëvizjeve tona, as si popull, pas si shtet. Dhe ne gazetari shumë i mirë i Shqipnisë me emrin Ramiz Lushaj, e ka pas një gazetë me titull Tropoja, me emrin gazetë Tropoja, i cili ma vonë në bashkëpunimin me bisedime me Ramizin, erdhëm të një ide që gazeta të thirret Gazeta e Alpeve, dhe në përmes Gazetës Alpeve, tash me qenë se s'ka gazetat përditshme, mundohem me i dokumentu gjitha gjanat historike që sot po i përjeton jo veç populli jonë këtu në Kosovë, po dhe në Shqipni, sepse edhe pse na tashim i 2 shtete, një popull 2 shtete, në kohë se e mendojmë drejt, mrrimja ma madhe një populli është themelimi i 2 shteteve, shtetit shqiptar Shqipni dhe shtetit shqiptar Kosovë, sepse ky me të vërtet pas ka qenë shekulli shqiptarve. Gjithsesi të ju falenderu edhe atyne që kanë shku me vdek për Kosovën, sepse shumica prej nesh edhe se kanë pas as guximin, as dëshirën ndoshta për më shku me vdek në atë mënyrë, po djemtë dhe vajzat tona që kanë marrë pjesë aktive në luftën qëndrimtare të Kosovës, UÇK dhe Farku, këto janë 2 forca që e kanë me një mënyrë e kanë detyru edhe forcat ndërkombëtare me ardhë me na ndihmu që sot jemi të shteti i pavarur. Doja të kaloja tek mikpritja juaj, sepse e dijem që ju gjithmonë i keni mikpritur shqiptarët edhe në shtëpinë tuaj. Po. Sa është e rëndësishme kjo dhe e dim që rëndësia është e përmë, por si ka lindë kjo traditë kështu? Po tradita është që une në atë kohë, sigur se thash isha i vetmi shqiptarët, i ma vonë erdhën edhe disa familje, për ishin shumë pak familje, ekonomikisht ishim në rregull, sepse edhe punët e mia ishin
të pagushme, kisha një firmë kompjuterike, ma vonë e formume dhe një firmë tjetër kimike, ku merremi me derivatet ndryshme. Dhe këto sjellshin të holla mjaft, mirë po unë tash kisha edhe kohë të lirë që me mujtë më marrë me çështjet edhe me kërkesat e popullit tonë. Kur vishin mysafir, ose vishin student, ose sportist, që i qitë ke puna në për Houston, unë alëshin ajdet në alim i Turamizi, sa e ka shpinë e madhe, mundet me jetu, mundëm aty për me kalu, dhe kështu, po gjithsesi, unë nuk e marrë atë vetëm si shërbim të atyne, që kanë ardhur dhe kanë kalu net tuna. Unë atë e marrë edhe si një ndim që na kanë dhënë neve si familje për me mujtë me majtë një traditë vërtet shqiptare dhe i falenderoj gjithë ata që na kanë ardhur musafir, sepse në atë mënyrë dhe na kemi mësu. Kanë ardhur shumë të smundë, për shembull nga Kosova kom pas njerë që në bo operacion për i zemrës, drejtori i televizionit, radio televizionit Prishtinës atëherë Reza Ala është bo operacion atje. E plot pacientë atjerë, cilët falazi janë operu, dhe gjatë qëndrimit në Houston, antarët e familjes ose përcjellësit që e bishin të smutin atje, rrishin në shtëpitë e une për mës me mujtë mës me hargju pare. Po, pikërisht, sepse sidomos në pjesët Po edhe student që e shifsha që nuk e kanë mundësin për me financu vetë vetën, ose nuk e kanë bursat, kanë jetut në unë. Jo krejt janë të mirë, jo krejt na kanë kthyme të mirë, se edhe nuk i kemi kërkuj një ndim për me na kërku ose me na kthyme një të mirë, po ka edhe student që kanë e 2 vjetë në shpitan, e sot ndoshta edhe vinë në Houston e nuk folin me nevet. Ajo për mu nuk shqetëson, as nuk çudit, sepse e tregon një mangësi të vetën, kush do qoftaj për shembull, po ka edhe asë tjerë që zakonisht rrinë kontakt me neve, të bisedojmë. Unë s'muj me folë me secilin për të, nëse janë me qinda, po me shumicën po, kemi një afërsit me ta. Shumë që gruaja juaj Diana në këtë pjesë ka qenë e mrekullueshme, sepse pa mbështetjen e saj, kish me qenë e pamundshme. Po ta tregoj edhe një sekret për Dianën. Diana ka një shoqe nga Vietnami, e cila ja sugjeroi që duhet më shkue në Vietnam për me mësu një farë sistemit, disiplinë, si qujtën qigan. Edhe ajo tha, unë s'shkoj pa ty, se unë i tha shko, thash atje, jo s'shkoj pa ty, edhe unë nuk desha me shku, thash, ajo shoqe a Dianës, me të cilën unë punoj, kom një kontratë shumë të favorshme në Katar, për me mujtë me mbinë mu më shku, tha ti dush marë gjithësësi, sepse atje mëson gjona të re dhe kimi ndimu Kosovës. Ajo me letë këtë mëndimën e Kosovës, edhe unë detyrova më shku. Diana, edhe njerë po thëmë, është e pamundshme për mu me bo diçka që nuk, në kopë se Diana nuk e ka përkra, sepse gruaja të fundit është edhe bazamenti një familje, një grua e mirë, e ma një burë të mirë edhe bën normal. Kështu që unë jalo me krejt dëshirën teme, kreditin Dianës, ajo është bazamenti i familjes. Edhe për në fund si do të ishte mesazhi juaj për gjithë rinin shqiptare, po ashtu edhe rinin në diasporë. Rinia në diasporë, për marrë mas pari rinin në diasporë, është një rini e shkelqyshme, janë të vetëdijshëm si janë ambasador të kombit tonë, sepse këtë fenomen ja kujton secili antar i familjes në çdo moment. Dhe sa më shumë të vinë në Kosovë dhe t'i kalojnë ditët e pushimeve në Kosovë, aq më afër do të jenë me Kosovën, sepse tashmë nuk jemi më vetëm njerëz që punojmë në restorane, që nuk është dhe ajo nuk në nënçmim me punu në restorane ose me punu në punë në pastrime kudo qoftë. Tash kije me qina, me mija, me njerëz shkollum që ja sjellin një të mirë Kosovës, Shqipnisë, ndërsa përsa i përket rinisë në Kosovë. Unë e mendoj se
baza e gjitha të mireve në Kosovë kishte me qenë shkollimi i vërtet, jo falja notave, jo shkumja në shkollë, veç sa me marrë një letër mas në me hinë punë, po sa ma shumë të shtërngojmë jetën shkollore, aq ma të fort kemi më bo, duhet me rinia ta ketë parasysh se në kohë se punojnë atan që të në Kosovën tonë, që punojmë na jashtë, kanë më qenë edhe ma të pasun edhe ma të fort, që ditë që aqë shumë rini dalin jashtë. Tash, e na marrim punëtor pej Afrike, pej Turqie, prej Vietnami, pej Kazvin. I shoh në për rrugë. Kështu që rinia do të kuptoj se Kosova është aty që jetojnë këtu. Në kohë se na e lëshojmë me të madhe, kemi edhe me hub Kosovën. Në kohë se na vazhdojmë me qëndru këtu, na do të jemi ata që mujmë me majtë Kosovën. Këtë disciplinë do të kenë edhe qeverit, nuk është e mirë me kalu një vjetë pa qeveri, nuk është e mirë kjo që shumica, kush ka fitu shumicën e votave? Unë e kom një filosofi shumë tjetë në këtë drejtim, po him pak edhe ka ona politike, sepse ajo ndikon edhe në jetën e zhvillimit kulturor dhe familjar të na. E ki vrejt këtu në Kosovë, kur njeri kalon rrugën e hinat zebra ku është, gjitha makinat nalën, sepse ajo ka drejtën me kalu. Edhe kjo që i ka fitu votët, këtë radhë të marim vetë vendosjen, ajo ka fitu drejtën me kalu zebrën në atjertë munalë, për nuk ka fitu drejtën me hy midë zebrës munalë, me thonë një kom fitu të ashtu më najtë këtu, edhe me pengu gjithë qarkullimin edhe të makina edhe të njerëzimit. Këto për ndodhin në Kosovë. I madhi, i forti duhet me i dhonë për krajet të butit, të ligit, sepse vetëm në atë mirë, në kohë se ata sinqerisht e dojnë Kosovën, duhet të bashkëpunojnë edhe me ato parti tjera që ndoshta nuk i kanë fitu qatë shumë bota, po është një numër i tyne që e meriton një bashkëpunim më të thukë. Shpresoj si me të vërtet u gjetë një zgjidhje në fakt, sepse po e shohim që është një ngecje politike që ndikon në gëgja shumë. Po shohim vetëm një gazetar, sa pun kemi pas to një vete gjys. Po. Unë më çudit për shembull rasti me Vjosa Asmonin. Vjosa është e shkolluar në Amerikë, studente e shkëlqyeshme ka qenë. Pse me pas qatë shumë inate të fundit, ti mundesh me pas inate personale, për inate profesionale, nuk duhet të kemi. Në Amerikë, ose në shtetet demokratike, një parti humë, po a i tjetëri vjene i thot, ti fitove tash, ty të konsideroj si u theshësimi. Pra ndaj lusë, sidomos vetë vendosjen, që mos nalën zebra, po të marrin edhe parti tjera dhe të kalojnë këtë ngërç që gjindet, të formojnë qeverinë sa ma parë. Këtë mesazh ja dha edhe Daniel Server, ja dha edhe Eddie Phillips, ja dha edhe Besa, vajza ime që përfaqëson familjet të ushtarake amerikane, ja dha edhe Mario Marquezi që gjithashtu përfaqëson ushtrinë amerikane. Na duhet që të formojmë qeverinë, sepse pa një qeveri nuk shumë gjana po humbim. Shumë gjana po humbim dhe Kosova po ngeret mrapa. Zyrta Filaj, faleminderit shumë që ishët sot në studio dhe ishtjellum shumë tema dhe normalisht se gjithë rrugtimi juaj jetësor brenda një emisioni nuk mund të mbulohet, por e pam kështu se një sneak peek tjetës tuaj. Ju faleminderit, me qenë se nesër ka ditëlindjen i Liri, një PM i vogël, cili mosh 9 vjet, du t'ja uroj ditëlindjen i Lirit, urime ditëlindja i Lirë, u rrit shërbofshi madh me prind. Faleminderit shumë dhe urime ditëlindjen i Lirit. Faleminderit. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në premte nga ora 17 çdo pasdite, e deri në takimin e radhës, mirupafshim.